Në janar të këtij viti, Parlamenti miratoi disa ndryshime të rëndësishme të Kodit Penal, të cilat synojnë forcimin e luftës kundër krimit dhe përmirësimin e sigurisë. Por, ndërsa disa ndryshime janë mirëpritur, një nga ato që ka shkaktuar më shumë reagime te qytetarët është ndryshimi i ligjit për parkimet dyshe. Po mendimi është që gjop mund të ketë, po burg nuk ma merr mendje se duhet. Kështu që për mua nuk është e drejtë. Jo, të gjobitet, pse të arrestohet? Të gjobitet. Do me thënë ju si qytetar nuk jeni dakord? Jo, absolutisht jo, a është e gabuar. Parkimet dyshe janë të lira. E para puna ka parking sekundar, ka dhe parking që parko makinën dhe shoferi, pi kafe për qep tja, si a ka Terezia. Ku për këtë jam, që të ndëshkojt me masë më tërme. Pse, si anomali në qarkullimin e mjetëve, sidomos në kone pikut. Po ne kemë të masa që edhe kodi rrugori i nje. Po që nuk zbatojnë. Do zbatohet. Tani, ligj ish ligj, do të me i re. Për këto parkimet dyshe që janë e parkom dhe pikave më përqevin nëmë. Në qoftë se nuk krijon kushte bashkia ose shteti, si me thënë, që të ketë mundësi shoferit ndalojt, të marrë atë ka ndërmend të marrin në minimarket, supermarket, ose mos në kiosk këndimi, ose do të ndalosh, të mbarosh punë. Ka masa plot më të zbutura. Arjan Sotiri, kreu i dhomës së avokatisë për Gjirokastrën, ka theksuar se ky ndryshim nuk është i nevojshëm. Nuk mund të bëhet kundravajtja administrative vepër penale, sepse në jetën e përditshme qytetarët mund të parkojnë dysh për të bajnë farmaci, për të blerë bukë, për të blerë një akullore fëmijës dhe duke ja lënë një polici të qarkullimit interpretimin e kësaj dispozite do përdoret thjesht për të rritë korrupsionin dhe jo për të vënë rregull. Janë njësër ndryshimesh që janë miratuar në Kodin Penal. Këto përfshin rritjen e dënimeve për krimet e rënda, si korrupsioni, dhuna në familje, krimet seksuale e të tjerë.